Në kalendarin popullor shqiptar, 5 dhe 6 maj, dita e Shën Gjergjit, ka pasur gjithmonë një domethënie të veçantë, një festë e lashtë, që për mijëra shqiptar shënonte fillimin e verës, zgjimin e natyrës dhe shpresën për një vit të mbar. Por si ka qenë kjo dikur dhe si e sheh rinia sot? Dikur Shën Gjergji nuk ishte thjesht një ditë pushime, ishte një ditë besimi, gëzimi dhe bashkime. Familjet ngriheshin para agimit, fëmijët dilnin të luteshin dhe të lageshin me vesën e mëngjesit, e cila besohej se pastronte trupin dhe shpirtin. Shtëpit zbukuroheshin me lule dhe barishte, dëllinj, rigon, lule bore, që simbolizonin shëndetin dhe mbarsinë. Gratë thurnin kurora me lule që vendoseshin mbi dyer, si dhe përgatisnin ushqimet tradicionale, konkretisht fli, ndërsa burrat përgatisnin zjarrin e shenjtë për të kaluar baktit dhe fëmijët përmes tymit si një lloj mbrojtjeje ndaj syrit të keq. Ishin këto rite shekullore që bënin Shën Gjergjin një ditë të shenjtë në mendjen e njerëzve. Përshëndetje, unë jam Begzat Gjelili, banori këtij fshatit. Dita e Shën Gjergjit, sipas meje është festë pagane, mirë po më kujtohet vitet e mahershme kur është shënuar. Unë kam qenë fëmijë, kemi mbledh bim për shtaz, për Shën Gjergj, më i qitë nga baruja të ndryshme, pastaj kemi mbledh kakurega, është një lloj bime, pastaj fshelqe dhe ujtë mullinit kemi mosh, për molla me ta me stërpikë, shka po diun e dyre, tymjes të shtëpijave. Po, ajo gjaj se ka sjell fat, mirë po tash kohët fundit është lënë harres, sepse janë vëdysu njerëzit që ajo është festë pagane, edhe nuk besor të janë quhet në atë jargonin e fjalorit bashkor, bestini. Po. Tash unë nuk e kum pa që festohet, gratë kanë shku në Tyrbe, sidomos me 5-6 maj, janë sjell rreth gurit Tyrbes, gjë se edhe ajo sjell fat për martesat vajzave, djemve, sende tilla. Pastaj kanë përgatitur ushqimet ndryshme, gjë se sjell begati në familje, por unë mendoj tash me këto mend që ajo ka qenë bestini. Dhe tash nga gjeneratët e reja nuk po aplikojnë? Nuk festohet, unë s'kam dëgju kohët fundi që festohet kjo festë.